Apo e nis me ty. Okej, Lidion, unë personalisht nuk kam problem me as me Selinin, as me Mirin. Unë menoj që këta kam problem me vetën e tyne, se përderisa këta vinë edhe ankohen, thojnë që pse na keni qit me një krevat bashk, edhe mas do ditë vllai madh thot që nëse dojnë mundet me ndryshu krevatat, dhe me thonë këta nuk e ndryshojnë, atëherë dhe mu më lojnë me menu që këta e kam për loj, edhe kaq. Se ti nuk mush me thonë e kam si qik temën, kur ti në qikën tane nuk mush me bo për 3 ditë. Kështu që ti nashta neve munësh me na bo budall, po publikun jashtë ti nuk e bën budall. A mendon se po përdor Miri Selinën, Selina Mirin? Unë menoj që Miri, dhe me thonë, rrin ofër me femna, se munot me i bo ushtare tina, se Miri me burra nuk ja qet me nejt. Nuk mundet me i mbledh dhe me thonë kitë burrat nga të veti. Ky rrin me femna, se ka qef me i pas si ushtare, edhe po e përdor Selina normal për loj. Kristi? Baj mend që Monika i ka thënë javës që kaloj kujdes mos u peshkon nga Majli apo nga nuk e di nga kush tjetër. Po Monika do dinte që atë ditë Selini ishte peshkuar, kishte rënë grep Mirit që para një jave. Një koherencë e papar, një koherencë, më thënë, një kundërshtim, një njeri kundërshtimi vet. Kjo gos nuk e di çfarë flet, kjo gos nuk e di çfarë do, jepet mundësia për ta zhbërë atë që kërkon, që ish bërë disrespekt në momentin që ish bërë, vinë një moment direkt pra për t'i ikur, gjëja e parë që duhet bënte njerë direkt, është ky zotëria këtu t'ikte nga krevati. Sepse ky ishte në atë rolin e babait dhe shikonte si vajzën e tij. Ky direkt do t'linde krevatin, meqense ajo nuk ishte ku shkonte apo ajo ashtu zgjodhi, t'i hapte rrugë për treguar ky zotëria këtu, që kjo gjëja nuk është fare kështu. Se e pan shumë mirë që doli një këndvështrim tjetër, Hajde mërë, hajde. Doli një këndvështrim tjetër, e pan që po diskutoj, ndoshta ajo... Unë më vjen sinqerisht me zemër në dorë, dua t'i kërkoj një shumë falje prindërve të Selinit, familjes së Selinit. Absolutisht, në asnjë moment nuk kam pasur fare. Nuk kam pasur. Po prisje votimin, ë? Pe votimin, ë, si ishte, nga votimi nuk kam pasur fare qëllimin që të pret familjen. Por ideja është që në momentin që do të përgjigje pastaj. Të po prisja. Do merren pastaj me. Po Igori. Pastaj. Ne kemi bash gjatë rrugën, o. Faleminderit që ma konfirmon. Tani filloj. Unë këto po prisja përgjigjen e publikut. Publiku e dha përgjigjen, ja ku je. Se kishe problemin, po publiku çfarë mendon për këtë gjë. Të tani e Selini për të folur ti. Ja ku e la publiku këtu. Dëgjoj. Vazhdo fol tani. Miri, për kuriozitet. Meqense je i aftë të interpretosh televotimin si përgjigje e publikut. Po. Cila është përgjigja që morë ti? Që publiku atë veprim ose atë marrëdhënie që kemi bërë ne këtu e ka marrë ashtu siç e kam thënë unë. Në ç'më mënyrë, sepse Kristi ishte dikush i cili e debatoi atë gjë, dhe Kristi vazhdon të jetë në shtëpi. Pra nuk është se publiku vendosi të largonte Kristi. Problemi im dhe mendimi im është për atë që unë të thash, për Selinin, jo për Kristin. Kristi të bëj kalojnë e vetë, ka situatën e vetë. Me qënë se po thuaj që ti e aq i aftë sa të marrësh përgjigjen, më thuaj çfarë përgjigje more. Unë mora përgjigjen që publiku e ka miratuar atë veprim që unë kam bërë. E kam bërë babai me gocën këtë zotrin që ti do të kishe reaguar dhe do ta kishe lënë atë gocën të fliste ose dhe ti ta mbroje vetë sepse ishte në rolin e babait. Ky më tha, unë mbylla çdo gjë duke thënë e kam si vajzën time. Ndërkohë ky ka qenë ai që i ka marrë të tërë, duke e hapur prapë këtë diskutim për ta. Jo, se hapun ju. Për ta tjerrë, për ta tjerrë. E për ti gjë të vjamin pleshtis. E hapni ju, e hap ti i pari, pse e ke bërë këtë, pse e vazhdon kjo. Por e ti këtë mua betë ke. Ti ja do krijo një situatë tjetër se kjo situatë është keq për atë gocë. Është mbollë torre këtë situatë. Është e mbyllur. Është turp. Ore kjo situatë është mbyllur. Në momentin që ti e di marrëdhënie të fëmijë, ti do të jesh i pari që ti kurdi që përcjell kjo situatë. Ti e di pari që marrëdhënie për situatë. Ti do të jesh i pari. Mua, familjen time, unë ty në siklet? Po, Dedi, babi keni bërë ju mos i kam bërë, se unë kam marrë pjesë fare pas prajë. Selin. A mund të flasë të lutem? Faleminderit. Lidion do zgjeroj pak mendimin tim, urojt kem kohë. Si fillim, dua të kërkoj ndjes nëse në prajmin paraardhës reagimi mund të ketë qenë me tone të ashpra ose disi arrogante. Kjo nuk është një
sjellje që mua më përfaqëson dhe unë këtë e kam kuptuar gjatë tyre ditëve që kam patur kohë të reflektoj me veten time. Sikundër nuk është kjo një sjellje që më përfaqëson, nuk është as ai kundërpërgjigje që kam bërë Lornës në një debat apo Kristit, por më ka ardhur si shkak pasojë asaj gjë që më është servitur. Përveç kësaj, për pjesën e krevatit. Krevatin e thash dhe kam shpjeguar në disa banorë që nuk ishte një sfidë që unë e zgjodha. Ishte një sfidë që më zgjodhi mua. Dhe në moment që unë pata atë reagim, të gjitha vajzat përgjithsisht ma normalizuan gjën. Dhe ditën ku neve kishte mundësi për të ndruar krevatin, nëse unë do kisha thënë, "Ok, po e ndroj", do kishte qenë shumë më e thjeshtë për të gjithë për të vendosur krevatit në vi. Unë nuk e bëra sepse unë doja që të gjitha vajzat të futeshin tek puste mia dhe të dilin nga aty siç dolën të gjitha një nga një. Dhe një sekond. Jo, mos ke merr. Lediona, mund ta mbaroj mendimin tim? Ledion, a mund ta mbaroj mendimin tim? Faleminderit. Se kështu i bie. Me Lorin mos ke merak se aq shumë sa me Lorin e kam sqaruar, pa merak. Dhe kështu ndodhi, gjitha vajzat u futën tek puste mia, askush nuk i mbajti kputucët veshur sepse sigurisht që fjalë e di si është puna si në jetë normale. Po shëndoshe, je shëndoshur. Po dopsove, je dopsuar. Po lyve flokët, i mbaj natyrale, i mbajti kështu dhe këtu. Bëj këtë, e bëre gabim. Mos e bëj, se bëre gabim. Kështu që mua dua vetëm një gjë, ti kërkoj, mendoj që jam sqaruar plotësisht për marrëdhënien time. Përveç kësaj, mendoj që publiku na ka vëzhguar 24/7 dhe nëse unë kam patur ndonjë veprim provokativ apo ndonjë situatë që mund ta kem çuar marrëdhënien më mirë në ndonjë stat tjetër, mua do më vite shumë turp dhe nëse unë mund ta kem të informacion unë dalë që sot nga shtëpia sepse nuk janë veprime që më karakterizojnë si vajzë. Dhe sa për Brikena si vajzën është shumë kontradiktore dhe është vjen atje bën kështu si jemi vajza, ti je vajzë inteligjente, publiku kështu, publiku ashtu, sa që arrita dhe pyeta thash Brikena, ti je në publik? Do të thënë ti e din çfarë po thot publiku apo ti jeton në një shtëpi me mua? Dhe tha, jo un kam parë Big Brother, atëherë Brikena mendoj që ka me lapsën e letër, ndërsa për pjesën e Kristi i kërkoi falje familjes time, ndërsa un familjes Kristit do t'i them, më vjen shumë keq që Kristi është djali juaj. Po lëroni familjen tash. S'kemi nevojë fare me shumë. Okej, Selin, të pyes, në klip pam edhe një moment ku ti nuk ishe prezente, kur Miri duke të bisedonte me vajzat, një ndër to edhe Brikena. Dhe kur Brikena i thot që si e bëre ti vajzat për 3 ditë, Miri i thot me një të vetë ndjerë dhe siguri që për qa për 3 ditë, për një ditë, se për 3 ditë, Ja, se e të të shpjegoj. Jo, një sekund. Ledion, mund ta shpjegoj? Rusho, më lër të bëj punën time. Mirë, okay. Ironin e pam, unë dua të di çfarë kupton nëse Miri e ka thënë prekura nga ironia me këtë gjë që ti ke thënë. Dua të sqaroj një gjë para kësaj. Unë ushtar dhe e peshkuar nuk jam. Ja kam thënë Kristit, unë jam siren, nuk jam një peshk dhe sirenat rrallë herë peshkohen. Ndërsa por peshkohen ama. Rrallë herë, shumë rrallë, është shumë e rrallë. Edhe nuk është rastim. Nuk është rastim, do ta vërtetojmë këtë. Përveç kësaj, Miri mund ta ke thënë në kontekst tjetër, absolutisht, unë nuk jam askushi që të mbroj Mirin, nuk jam avokatja Mirit dhe nëse e ka thënë me këtë, Miri duhet i vitur, por e vërteta është që mbasi neve kemi fjetur një natë bashkë, të nesërme në drek, kemi qenë të gjithë jashtë dhe unë pyeta djemt, muhabet thjesht për t'i njohur më shumë, i them sa çfarë moshe jeni ju, dhe Miri thot unë jam 46 vjeç dhe unë më erdhi natyrisht më them, "Ua, Imat është 47." Dhe e vërteta është që për një ditë ne kemi marrë vesh që Imat ka moshën e Mirit edhe doli batuta babe bi. Jo, nuk e kisha këtu, do me thënë, mos ma keq kupto, të lutem Selin, sepse ajo që po diskutohet, të ikim nga kjo gjëja e babit e gocës, ajo që banorët po mundohet të thonë, nuk është aq kjo gjëja... Do shta dhe mua, nëse nuk e përdor Mirin dhe më duat. Jo, pikërisht pra, këtë duat, te kjo duat të arri. Pra, ata po flasim për a ka një aleancë mes jush, pra ju të dy, jeni duke le themi mbrojtur interesat e njëri tjetrit dhe kjo gjëja ju bashkon, nuk ka fort rëndësi babi, goca, flokët, krevati, gjëra. Pra pyetja është ti dhe Miri, çfarë raporti keni në Big Brother? Është një raport aleatësh që mbroni interesat për të ecur me njëri tjetrin sa më lart, po apo jo, nga ana jote? Po, nëse unë e them këtë më ndihmon në lojë, absolutisht jo, kështu që nuk dua të përgjigjem kësaj pyetje. Dakor. Miri, ti me Selin, çfarë raporti ke?
Në Big Brother. Po në Big Brother jemi. Po pra. Loj pra loj. Ja, Big Brother e di Eugjini. Ka që di unë, ata që di. Po e tregova pastaj çfarë? Po e tregova unë do që të skemën. Po ti prodhon skema për ditë, më ku pyet ti se tu dosh në skem, ti ke skema pafund valla. Stine. Okej. Po. Normalitikisht po. Normalitikisht do të thotë Që janë aleat. që janë aleat. Edhe shumë të lexueshëm. Megjithatë, me qenë se Selina është proksa e pjesës njerëzore Edhe mos e moho, vin keq për familjen time që kam mua, duhet të zgjedhë një herë të rregulloj atë pjesën e imazhit e fytyrës e asaj që ka merak se ka gabuar herë të delë që sonte. Është Kristi nuk e din, baba im a jeton, se ti krijosh vetes një mundësi të dytë, nuk duhet të mendosh që ke fokusin tek dështimi i mundësisë së parë, por të forca për të krijuar edhe një herë nga fillimi ashtu siç duhet të jesh. Sa për falje, nuk më ka ardhur, ka kohë nuk vjen më kërkoj falje dhe unë e pres edhe e mirëpres në çdo moment që të vi, duke 3 fishuar, 4 fishuar, 5 fishuar rastet që ka për të kërkuar falje. Jam gjithmonë Arbër. Se e di Eugjini po them, se direkt e ngreti dorën, e di Eugjini. Tani, Po ta i ngreti pari dorën, e di Eugjini, çfarë them unë? tani së pari mendoj që lejni familjet që janë punë vet, mos i gatroni kot me këto muhabete se nuk kanë lidhje. Së dyti, unë mendoj që vetë fakti që shtëpia e diskuton këtë gjë, vetë fakti që ne po e diskutojmë këtë gjë, vjen si arsye e realizimit të planit numër 1 midis Mirit dhe Selinës. Për sa kohë shtëpia po shqetësohet nga ky krevat, në thelb nuk është halli i krevatit, në thelb është halli i aleancës, që e kemi apo se kemi këtë aleancën dhe këto dy do t'i kemi tek e tek përballë apo do t'i kemi bashkë. Dhe unë mendoj që Miri dhe Selina e kanë kuptuar këtë dhe për sa kohë janë duke marrë gjithë vëmendjen e atyre që qajnë hallin e këtyre me demek pse po flenë në një vend, është e qëllimshme nga ana e Mirit dhe Selinës dhe e kanë realizuar objektivin e tyre. Kush po përdor kë? Unë mendoj që janë të paktën në këto 7 ditë. Unë kam përshtypjen që deri tani Selina e përdor Mirin. Okej. Monika. Simbioz do ta quaja midis të dyve, megjithatë unë nuk më pëlqen mënyra se si Miri justifikohet. Pra, nëse Miri nuk ka të mendim, e kam si vajzën time, s'ka pse justifikon dhe s'ka pse sqaron asnjëri. Jo, kur më pyesin. Ndërkohë që Mona, kur më pyesin çfarë marrëdhënie ke? Bravo Monika, bravo. Nuk shpjegoj fare ti ke me përkëdhelje, aty e kam si ti je shumë i qartë në lojën tënde, ti s'ke pse sqaron. Jo, sqaroj. Bëu indiferent. Dil diku tjetër. Ato që bën dhe Selina. Selin bën një të gjë, nuk merret fare dhe vazhdon ecën përpara në rrugën e saj. Ndërsa ti s'ke pse justifikohesh. Se ndihesh ti me komplekset duke kthyer përgjigje. Dil në skem tjetër, dil në lojë tjetër. Kjo është detyra jote. Pa ti mos rinë në radar, Miri, ti ke frikë nga kamerat. Ti duhet të ikësh nga kamera, ti bëj lojën tënde. Ato po bëj. Bravo. E ke me frikë. Je i friksuar. Një moment, para se të shkoj pak tek Selin. Armir, se beqën se na çoi Monika tek le të themi loja e Mirit edhe je i friksuar e gjitha. E mban mend atë bisedën